Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë me një lajm shumë të bukur për ju. Egli Tako, një nga mundësitë e mundshme për të qenë moderatore në Fan Club Big Brother VIP Albania 5. Nga lëvizja që bëri Heidi Baci, kohën e fundit që doli të jetë pjesë e emisionit të Wake Upit në televizionin Top Channel, dhe pse në fakt nuk e kemi parë më të jetë pjesë e këtij emisioni, do me thënë moderatori i këtij emisioni të çdo javë vazhdon emisionin me një të ftuar që në fakt e luan edhe rolin e moderatores, por edhe rolin e mysafires. Heidi Baci nuk kuptohet që nuk do t'jetë moderatore në Big Brother Fan Club Albania VIP 5. Unë e di që Egli dhe e di se televizioni Top Channel është duke funksionuar në këtë formë që të lufton për të vënë në dukje dhe për të vënë në pozicione të mrekullueshme dhe serioze personazhet e për të klikuar. Tani, pse u vu Chiara Tito në Fan Club Dancing with the Stars? Chiara atëherë u përzjodh sepse ishte në kulminacionin e klikimeve dhe Dancing with the Stars, për shembull, ishte një show i cili nuk kishte këtë vëmendjen në Fan Club, por për të fituar vëmendja dhe për të marrur vëmendja dhe për të ndjekur Fan Clubi, televizioni Top Channel përdori një strategji që vuri Chiarën. Deri këtu jemi dakord, dhe nëpërmjet Chiarës merrte klikimet e Fan Clubit të Dancing with the Stars. Tani, do kalojmë tek Fan Club Big Brother. E vuri Heidi Bacin, për shembull, momentin që ka udhëhequr Megi Pojani, nuk ka qenë shikueshmëria sa ka qenë te Heidi Baci. Nuk ka qenë shikueshmëria në Goca dhe Gra sa ka qenë te Heidi Baci kur ishte, sepse të gjithë publiku ishin të kureshtar të kuptonin se çfarë Heidi do të thotë për Romeon, dhe do me thënë, kureshtja se në qoftë se Heidi mos fliste në këtë puntatën, ne na fuste që ta ndjekim. Tani, kur flasim për Fan Club Big Brother Albania VIP 5, me patjetër që do t'jetë Egli Tako në një pozicion shumë të rëndësishëm. Tani, unë dua që Egli të mbetet në këndin e opinionistes, në fakt, sepse më duket një vajzë shumë e artikuluar, më duket një vajzë shumë e qëndrueshme, domethënë ka një staf, ne i themi, ka një qëndrim tepër të rëndë që e tregon atë zonjën, e tregon atë gruan të dinjitetshme, dhe mendoj që do të kishte një artikulim, një mënyrë të shprehurit fantastike edhe kundër drejt banorëve, sepse e një lojën më shumë sepse ka qenë e fundit në këtë reality show dhe ishte në qendër të vëmendjes. Domethënë Egli ka përjetuar të gjitha emocionet e mundshme, ndërsa siç duket televizioni Top Channel për të rritur shikueshmërinë e Fan Clubit, sepse të dyja emisionet duhet të shkojnë në të njëjtën formë me shikueshmëri, nëse Prime do merr 1 milion klikime, duhet edhe Fan Clubi të merr 1 milion klikime. Zgjedhja më e mirë që të ketë shikueshmëri të vazhdueshme është që Egli Tako të mbetet moderatore në Fan Club, dhe mundësia e fundit është që Egli Tako e fundit, them, sepse ka dhe disa mundësi përpara që mund të jetë opinioniste në Big Brother etj etj, është që Egli Tako, falni, të jetë opinioniste në Big Brother VIP Albania 5 ose moderatore në Fan Club Big Brother Albania VIP 5. Unë mendoj që Egli do ta qante fare, sepse edhe në JSD Egli është fantastike, është e mrekullueshme, është dinjitoze, domethënë di se çfarë bëj, dhe kështu që mendoj që ky personalitet do të ishte ideale për të qenë pjesë e këtij reality show. Është pyetur nga gazetarët e Andales, Egli ka thënë që nuk e them jo, e lë si mundësi të hapur që nën kupton domethënë se do të jetë. Unë jam i bindur që Egli do të ketë një rol të rëndësishëm në Big Brother, sepse e di se si funksionojnë klikimet, e di se si shkojnë gjërat, dhe mendoj që do të jetë fantastike në këtë rrugtim.